Alba ulet në një cep të dhomës, duke marrë frym thellë dhe duke parë larg, sikur po përpiqet të përtyp çdo fjalë që do të thotë. Banorët përreth e shikojnë me habi dhe kuriozitet, sepse atmosfera bëhet menjëherë serioze dhe e qetë. Ajo nis të flasë me një ton të butë, por të mbushur me emocione që nuk mund t'i fsheh. Dua të jem e sinqert me ju të gjithëve, thot Alba, duke tundur pak kokën. Ka një gjë që nuk e kam treguar kurrë për askën. Kam qenë shtatzan një herë dhe e hoqa fëmijën tim. Ajo merr një frym të gjatë dhe vazhdon, fytyra i skuqet nga emocioni dhe ndjenja e dhimbjes së kaluar. Ishte një vendim shumë i vështirë për mua. Dhe ende më prek kur e kujtoj. Ishte një periudhë e dhimbshme, por më ka mësuar shumë për veten dhe për jetën. Ajo shikon banorët përreth dhe sytë e saj ndriçohen kur nis të flas për të ardhmen. Por tani, më shumë se çdo gjë tjetër, kam një dëshirë të madhe të kem shumë fëmijë dhe të krijoj një familje të madhe dhe të lumtur. Dua një shtëpi plot ngrohtësi, të qeshura dhe kujdes reciprok. Dua të kem një burr të pasur në dashuri, jo vetëm në aspektin material, por një njeri që të më respektoj dhe të më mbështesë në gjithçka që bëj. Banorët që po e dëgjojnë heshtin, disa e shikojnë me respekt dhe ndjenja të sinqerta. Duke kuptuar se Alba po tregon një pjesë shumë personale dhe të ndjeshme të jetës së saj. Kjo është ajo që dua për të ardhmen time, vazhdon ajo. Dua të jem e lumtur, të kem familjen që gjithmonë kam ëndërruar dhe të ndjej dashuri të vërtetë çdo ditë. Tani e di më mirë se kur çfarë dua dhe nuk dua të humbas kohë për gjëra të kota apo marrëdhënie që nuk kanë të ardhme. Atmosfera mbetet e ngrohtë dhe reflektuese dhe të gjithë banorët kuptojnë se kjo rrëfim ka zbuluar një tjetër dimension të Albës, jo thjesht si person i fortë dhe i vendosur, por edhe si dikush me ëndra, dëshira dhe ndjenja shumë të thella.